Ministria e Brendshme ka bërë publike listën zyrtare të aplikantëve të cilët synojnë të drejtojnë Policinë e Shtetit. Në total janë 16 kandidatë që kanë shprehur interesin për të marrë postin e lartë në Policinë e Shtetit me mandat 5 vjeçar. Mes kandidatëve që kanë aplikuar, drejtori aktual i Policisë së Vlorës Elidon Çela ishte ndër të parët që u zyrtarizua. Pjesë e garës është bërë edhe ish drejtori i Policisë së Vlorës Gentian Shehaj. Gjithashtu ka aplikuar edhe drejtori i Policisë Kriminale Nelitan Nallbati. Edhe ky dikur ka drejtuar Policinë e Qarkut të Vlorës. Pashtu në garë është edhe Gentian Berberi, që pak vite më parë ishte drejtori i Policisë në Vlorë. Një tjetër kandidat për postin e drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit është Tonin Vocaj, ish numri 1 i Policisë së Tiranës. Pashtu ka aplikuar edhe Pëllum Seferi, aktualisht drejtor për marrëdhëniet ndërkombëtare në Policinë e Shtetit. Një tjetër kandidat është drejtori i Policisë së Fierit Skënder Hitaj, i cili gjatë karrierës së tij ka mbajtur poste drejtuese edhe në qarqet Shkodër dhe Dibër. Kandidat edhe Idajet Faskaj, që ka shërbyer në disa dikastere në Policinë e Shtetit. Dokumentacionin e ka plotësuar edhe drejtori aktual i Policisë së Durrësit, Afrim Tafa. Për të drejtuar Policinë e Shtetit ka shprehur interes edhe ish drejtori i disa drejtorive vendore, Lorenz Panganika, aktualisht pranë Akademisë së Sigurisë, si dhe Arjanit Arapi. Mes 16 kandidatëve janë edhe 2 gra, Suela Sulkaj dhe Eriona Gurbardi, të cilat nuk janë pjesë e Policisë së Shtetit. Brenda 10 ditëve një komision i posaçëm i përbër nga 3 persona, me kryetar, një zëvendës ministër të brendshëm dhe 2 antar, sekretarin e përgjithshëm të këtij dikasteri dhe kreun e Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, do të kryejnë vlerësimin paraprak për verifikimin e kushteve ligjore. Ilir Prodaj qëndroi në detyrën e kryepolicit për 17 muaj. Ai u largua pas protestës së 28 shkurtit me argumentin se nuk arriti të garantonte rendin dhe sigurinë, pasi protestuesit e opozitës hodhën molotov në vilën e ish diktatorit Enver Hoxha, brenda së cilës gjendeshin disa artistë të huaj. Deri në zgjedhjen e drejtorit të ri të Policisë së Shtetit, në detyrën e komanduar është zëvendës drejtori Sokol Bishga.